Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në datën 30 qershor pritet të jetë edhe seanca e parë juaja për çështjen Partizani. A jeni gati Zoti Berisha për të përballur me këtë çështje me prokurorët dhe a keni besim tek trupa e gjyqtarëve të GKK-s? Spari, komenti im është vetëm ky. Personalisht ne të interesuarit dhe trupa e avokatë e mbrojtjes nuk ka gjersot në dorë vendimin e marrë nga gjykatësia që ka dërguar çështjen për gjykim. Nuk kemi vendimin. A mund të imagjinoni ju? Edhe kjo ndodh. Të gjitha tjerat do të përcaktojnë konsulta me avokatrit, e cila është jashtë kësaj sale.